nga 87 deri në 91, në gjatë sistemit ish Jugosllavisë, kur të drejtat tona, edhe fetare dhe kombëtare, ishin të cunguara, besimi islam nga komiteti qendror i komunistëve, edhe pse besimi ishte e lejuar, ato na detyruan që të punojmë vetëm të shtunën dhe të dielën. Në ndalesë të përdoret drasa e zezë, shkumsi, vetëm kishim të drejtë të i mësojmë nxënësit besim një doracak, që është rregull dhe lutje Jasini, nga Sherif Ahmeti, rahmet pas, drejtori i medresës Salaudin, dhe një doracak tjetër për alfabetin e shkronjave arabe në bosnjakisht, nuk kishim shqip, edhe në ndonjëherë e përdornim edhe atë doracak për t'i mësuar nxënësit për alfabetin arab që të hyjnë të lexojnë Kuranin famlart.